Mirë mbrëma. Paketa e maleve është në fakt paketa e haleve. Çfituat ju me paketën e haleve, pra nuk u ngopët ju me hale, pra keni qenë nga viti 1944 deri tani nuk keni ngopur akoma, i votuat prap halet dhe pataricat e haleve si tip Shabani, ato që ju shtireshin si shoqëri civile që ishin fakt sorosian. Çdo thot paket malesh që veriu dhe jugu janë, pra kryesisht ju dini 70% e territorit Shqipërisë janë male. Dhe duke qenë se janë male, pra ai ishte i qua shtetërore Rama dhe ju ngeleni, pra ngeleni pa as veriu, as jugu, ngeleni pa kullota dhe pa male, ngeleni pa prona. Dhe po të shohim, thot veriu që ne i kemi ndarë se cili tek tona, tek i Zotje, dhe nuk kemi problem. Dhe me këto mendje të bukura, më thënë, votuan Berishën. Dhe kur erdhi puna në Rojle, në Tropoje, ju aprishe në jug, e tani rrinë si viktima shqiptarët. Pra e meritojnë, nuk janë trathar politikantë, jeni ju trathar, jeni ju thënë që votuat paketën e haleve, pra votuat halet, do thënë doni që t'ju mbani erë haleve. Dhe kjo është thënë se nuk keni zënë mend akoma. Shkoni në shkollë shula dhe dilni loza nga ai sistem shkollor. Veriu thoshte Gjergjfishta që kur të ketë veriu mend dhe jugu bes, pra nuk keni as mendje as bes. Në fakt, duke qenë se jugu nuk merr asgjë, asnjë lloj prone, asnjë lloj mali. Ku do ta marrësh pronë? Ti mali është në jug, mali është në veri. Pra, ju talli, ju gënjeu dhe ju rat viktima. Duke i dal borxh, duke ja paraprir. Dhe kur vin puna nën tokën, e quan private, e merr Samirmania, e merr tjetri dhe juve rrini ca gëzojnë se ikën Tiranë, zatuan ca toka nga Tropoja, nga Kuksi, zatuan ca toka në Tiranë, ca nga Korça dhe me këtë, po jo, shumë pak. Juve keni ngel, ju jeni proletar, ju jeni njerëz të zhveshur, pra 70% është mal. Duke ju hequr drejtën në mal dhe në kullot, kush ka toka, Fiel, Lushnja, deri në Durrës, kaq është Shqipëria. Pra ju zhveshi nga prona, jeni komplet njerëz të zhveshur. Dhe tani, thot na e mori 700 hektar në Kanin, po na e mori atë Buzhdetit Shkëlzeni me ato, po na e mori Kodrat Nori Kum, na e mori ky Shkëlzeni me Kastratin, po na e mori Bas Pashalimani Rama, po na e mori Ravenën Rama, Osi Rama me tjerët, po e mori Llogorajn, Van Bode, po ta marri nga mbrapa, edhe mund ta marri, kërkoj të marri dhe pronenezhet nga mbrapa Shkëlzeni, mund të bëj kërkoj të bëj dhe kërkime minerare nga mbrapa, mund të marri dhe të gjitha Shkëlzeni, po ketë kujdes Shkëlzeni se me fjalë me këto thënë duke i marrë jetën shqiptarëve, do vi moment që shqiptarët do t'i marrin jetën Shkëlzenit dhe kujdo tjetër. Kështu që pra jeni katandisur në një pikë me fjalë komplet, do thënë njerëz pa logjik, pa arsye, pra kanë nevojë për një katarsis, pra për një shplarje të truve tuaja nga ideologjia, nga budallëku, dhe vuani nga sëmundje budallëku, dhe vuani për ata që ju tallin, ju vjedhin, dhe jeni ju trathar, nuk ka fajta. Dhe me paketën e maleve, pra do vazhdoni me paketën e horave, do vazhdoni t'i thrisni mendje, pra nëse keni zënë mend, atëherë thonë që ore zotrinj, zu mend, nëse nuk keni zënë mend, atëherë ky është një var i hapur që keni hapur vetes dhe së shpejti do shuhet fare Shqipëria, kështu si e keni nisur juve. Dhe do dali pronar, dhe kur s'keni mendje, do keni këmbë, shkoni ngrini në Rojl atje, zihuni, bëjuni, se kur s'keni mend, do keni këmbë, kështu që paketën e haleve ta gëzoni deri në atë kohë sa do ngriheni dhe do reagoni.
pra në Shqipëri, jashtë Shqipërisë, o do jeni shklevër të haleve, o do jeni njerëz, pra o jeni popull, po popull ose jeni turma, pra nëse jeni turma, jeni njerëz pa asnjë lloj vlere dhe nuk i duheni as vetes, as Evropës, dhe askush nuk ju ka rrefene, kur nuk e doni veten, kur jeni komplet jashtë loje, komplet jashtë çdo logjike. Jashtë, pra, nëse ai ka marr Olsi, Rama, Berisha, Shkëlzeni, familja e Berishës kanë marrë Zvërnecin dhe ju japin, ja shesin 300 milion Trumpit, ju kanë marrë komplet, mira 4.000 hektar nga Vlora deri në Saran, pra kush e ka marrë? Shkëlzeni me Ramën, se s'mund t'ja marrë dikush tjetër. Kështu që i thrisni mendjes, unë këtu jam. Ju para mërova, ju dëla borxhi, pra politikani isha që ju paraprin disfatën. Po doni disfat, vazhdoni me këta, mbani haleve, ose reagoni dhe më falisni, po doni zgjidhje. Ju përshëndes.